Deputimi i mosfushorit të kombëtares Kristian Aslani nuk ka shkuar as pak mirë te Beşiktashi në Superligën turke, edhe pse ka pak orë që është bashkuar me Bardezin të Stambollit. Trajneri i Yalcini besoi disa minuta në ndeshjen kundër Konyasporit të përfunduar 2-1 për Beşiktashin për javën e 20. Aslani u fut në fushë në minutën e 76, ndërsa pas 6 minutash u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së ashpër ndaj lojtarit rival. Paraqitje për t'u harruar aq sa mediumi i flesh skorit nuk i vendosi fare not mes fushorit shqiptar.